Ja ku keni, në aeroport Tripolit me gjinistin e madh. Si shkoj kjo vizitë? Mirë, Luza, si të duk? Mu duk bukur, po jeni qiki impresionum nga mënyra se si komunikoj unë, si bëj biznesën. Ha? Çuditshëm. Nuk veshe fare kostume. Që se dhe? Ja dhe uniforma ime që nuk e vesh kur. Gjinisti ka marru për gjulje tërsi dhe për teologji në Libi. Këtu në Tripoli në 1998. Dhe pranoj të më shoqëron dhe mu po me I kusht. Më thatë lutem luts, mos e qos zonin se këta e njerëz të but, janë njerëz zotit, janë njerëz qetë. Po. Arita? E vetë? E majtë e vetë. Tashti, më bon edhe I pyetje mu. Ma bëj prap këtu tash në sy miqve të mi. Po, ma? Ha. Kush është pyetje? Kur do fillosh të merresh me politikë? Unë do mere me politikë gjinisht kur politika mu të pranoj me këtë kostumin e punës. Jo më do kostumet që ata sa shkojnë atje fryë si gjela deti edhe ndryshojnë të jashmen për t'ju imponu njerëzve të brendshme në tyne. Atëherë do rrim këpeshku.